Jemi në një vëndçe që do të flasim për çmendurinë rinore, jo për atë rini që del rrugëve dhe gjuan me vesë, mirë bën që del, se është shpirti protestës, apo jo? Po t'jem vezët me salmonel? Aty e fundit lëpime dhe shkon për analiza më të thelluara. Ato mund godasë, është të zgodasin me mish për shembull. Eksakt mo. Ani, do flasim për këto mini-maturat, maturat, Mini-maturat. Leku që po qarkullon, o zot qa biznesi është bërë, po si s'na vajti mundja moja, manë moj. Si nuk e nuhatëm që Po si, moj, Një super panel si gjithmonë. Ylli Doçi i arzakonshëm, miki dashur i studios Bellazi, pastor, po mbi të gjitha human. Kupa me kapak, kupa me kapak. Albana Ruçi, mike e dashur e studios Bellazi, rikthehet fuqishëm Që bën një super emision në GPS-in që ju e ndihni në ABC. Thuaj çiksi që si e kishte emrin? Emisioni. GPS-i më? GPS-i. GPS-i më? Po pëse s'di emisionin e ajo? Jo, po ta dëgjojnë ata. Ka bërë ca gjëra në jatë kështu që vetëm ajo diti bëj kështu. Ashtu, fisnik. Po edhe unë po t'isha në jakë, në atë do t'i bëja të gjitha. Jo, Ornela po thot që sfida është do ja shtosh. Varet mënyra si ofron, lëre të tjerë. Unë ja ullë në jakë, ajo ashtu. Ti nxjerr syzën aty. Gazu Kashi madhërishëm, njeriu i podcasteve. Si po shkon podcasti? I 30. Zjarë, bravo. Ja, sa të vizë dhe Po. Dhe Delioza Çoku, njeriu që është kujdesur gjithjetër për po glushe është vërësëm. Edhe ka do bëjtë një rëfim personal sot. E ka dhe për sot. Po jo me mëkat. Ka qenë qershori korriku një muaj i frikshëm, pronetimesh, rezervimesh, prindrit e shket që kanë hequr. Po. Ndërto jam dhe unë. Bëri mini-maturën, vajza. Pagova 300.000 lek fustanin. Do shkonim, do bërim rezervimin. Nuk bëjnë shë klasa, se këshu janë të shkollat private. Nuk bëjnë gjithë me imëndje. Nga 13 veta, përfunduan 4 veta. Po pse për 4 veta bëhet borët lokale? Dole në dejt gocat 4 veta. E kështu. Po qa prenotori, qa taksi, qa makine, qa taksi atë që kisha, po ku kemi ne të qava, atë që kishim, i mirë i kishim, e kupton? Nëse tani pamjet që kanë qarkulluar në për rrjetet sociale, kanë qenë vërtet ku këto nxënësit shqiptar mund të konkurrojnë denjësisht me anglo-amerikanët. Tapetet e kuqa atje. Si? Tapetet e kuqa. Edhe me tapeta. Po, tapetet e kush mund konkurojnë. Po që është ky stil moj motor, se kur ishim ne, ku merrnim vesh ne në 9 vjeçare, ne ishim, ku diu me zilit e pantallonat. Maturant. Edhe amerikanët vetë nuk i bëjnë. Maturën po e kemi bërë, apo jo? Maturën e kemi bërë. Amerikanët i bëjnë këto mbrëmjet, i bëjnë tek shkolla, tek ambienti i shkollës, tek ambienti i shkollës, tek palestra e shkollës, më kupton? Po. Blidhen Po atje. këta rezervojnë në hotele salla luxury, të keqen menuja 52.000 lekë vjetra minimumi. Ajo është më tepër kështu për shoqëri. Po se kanë dorë ata për ta zgjedh. E kanë dorë bordi. Kush bord? Bordi që cakton. I paqes, ë? Po. Trumpi me gjallë, pas ka marrë Trumpi në qafë fëmijë. Po mirë më mirë sa ja marrim Amerikës të mirat ne, po pse si marrim ato të mirat tjera? Po si ka marrë Amerikës mirë, pra, i ka marrë... Ti sa po pleqë? Po jo, Amerika e bën ke shkolla, e bën... E huazojmë, po duhet Dhe e përshtasim, ë? Amerika e bën me mësuesin Pse e atje... përshtasim si në Dubai dhe jo si në Shqipëri? Ka një... As Dubai as i vend, është komerç, është shfrytëzohet çdo datë. Ore gazi e disa kushton një mini-matur për një prind. Shkon 500.000 lekë, kështu rroga e muaj. Po më është 4 veta. Shiko, matura është një moment shumë i rëndësishëm dhe prestigjioz për vitet e treta të gjimnazit, tani më edhe për klasat e nënta, duke qenë se janë ciklet të cilat mbyllen aty dhe ka një shpërndarje, se dikur si që ishin 30 vet në atë klasë, thuaj se shkonin të gjithë në njëjtin gjimnaz, vetëm universitetin dante. Matura ka qenë shumë rëndësishme. Ju keni patur bërë kaseta në kohën tuaj, vishishit bukur edhe ai që do të ftonte të futeshe. Po mirë, me çështje individësh pastaj nuk mos të merremi me preferenca individuale. Edhe sot e kësaj dite mendoj njësoj.
që ajo mbledhja Edhe unë personalisht nuk kam patur deboles për maturën, sepse kam qenë nxënëse ekselente. Por matura ka patur gjithmonë një peshë shumë të madhe. Vitet e fundit, rrjetet sociale, po ashtu siç kanë shkatëruar në masë çdo gjë e cila ka në bazë ndjesinë, si për pushimet. Pushimet sot bëhen në përqindjen më të madhe për të demonstruar se ku jemi, se çfarë kemi ngrënë, që shkuam dhe ne tek vendi in, që atje kanë shkuar të gjitha në palas, pastaj në mësullaqe fshete. Pa dy të pisha, pa të Kuj di të gjërat i aman, kuj di të gjërat i Gazi. Po kaq shumë flet në parime, kështu pa detaj. Shikon qa bësaj të Mashtrime, gazi, mashtrime. O, Belioza, po gjelozi ka? Atje gjelozi brënda? Ku në matur? Mes shoqeve. Po matura është vatra vulkanike. Ashtu, ka gjelozi, Kur ti thua 300.000 lekë fustani, psi është ngritur ajo pjaca? Sepse ka një ofertë tjetër këtu që po të O Goca, është bërë një vend lokacion këtu në Tiranë, është bërë një vend që është bërë kështu, ka dalë mod, që shkojnë gjithë vajzat marrin këto fustanet me 300.000 lekë. Ndërkohë që po të esësh deri në Kamës, të njëjtin fustan e merr me 60.000 lekë. Tani pse jeni fiksume mes emrit? Jo, ta them unë. Nuk është ai problemi. Si, është bë trend pra. Prit pra, duhet dish një gjë, qoftë se Albana e ka marrë në filan vend. Po. Atje do i ta marrë dhe Suzana. Unë se e ka marrë Albana dhe ka vdekë, tani këtë e di unë, se e bisedoj gjithë ditën. Iku, edhe kjo nis pra nga rrjetet sociale, se të shkojnë Shika, ai që bëhet i në rrjetet. Do të thonë bizneset e Kamzës duhet t'i mbyllim ne. Ai e reklamon, jo, shkojnë dhe. Gjyna. O, gjyna. Se sapi me shpi fustanesh ne, ta bëjmë virale kështu. Edhe e bëjmë skondo kështu, ose e bëjmë me bamirësi. Ta them që ta kesh qartë, bia jo, nuk është se në Kamës ka ndryshim çmimi, ja, ta merren vesh. Por e njëjti fustan, e di besoj, i njëjti fustan. Jo, i njëjti fustan, aty është 60.000 lekë, kurse këtu të është një vend që s'dua t'ja them emrin tani, se normalisht ka biznes, po jo s'dua ta adoptoj fare. E je fustanin me 300.000 lekë dhe është këtu, është mislisi aty. Është sikur po të bëjnë derin e jetës, e kupton? Unë besoj që nuk duhet humbur qëllimi i këtyre momenteve për t'u festuar. Që tha Albana, po. Po. Dhe shkolla e mesme është e rëndësishme, është mosha fillimi i lulëzimit të njeriu, të adoleshentit. Është e vërtet, në fakt shkolla e mesme ishte arsimi maksimal. Amano Ylli, se është një tangërlik i shfrenuar tani. Jo tani, jo. Po të lutem tani, qa din ato 9 vjeçare tani. Duhet të kthehemi për të parë, më fal. Po jo, duhet ta ndaloj, sepse deri në moshën 18 vjeç, fëmia është nën kontrollin e prindit. Mirë fëmijët, po prindrit pse bien në këtë gracë? Ajo që duhet nga unë e para. Filloj nga vetja. Po sepse do që të jeti para bardhë. Jo, më bëra atë që donte, bëra gabim, po bër. Mos e bani kështu në ajo që duhet të shohim herë pse është festuar aq shumë matura në krahasim me mbarimin e universitetit, sepse shumica e njerëzve mbaronin maturën. Dhe ajo ishte pjesa themelore e jetës së shumicës së popullit, se shumë nuk shkonin në universitet, më kupton? Shumë merrin profesione të ndryshme. Do të thënë, ne në Shqipëri po nuk e mendoj një jashtë me logjika e shafat gjatë. Jo, du të them, kjo ka qenë momenti, ka qenë një ritual shoqëror, Kur kishte peshë dhe rëndësi. Sot është tjetër histori. Në qytetet të vogla sot, del gjithë qyteti, vetëm pak ditë më parë kishte prenjasi. Për shembull, kishte dalë gjithë prenjasi, të gjitha rrugët. Ishte bërë një parad, një parakalim i cili mund të ishte shumë i gjatë. Po ishte, po si hyrja një koncerti. Gjithë qytetarët ishin aty. Është më sociale. Leshti për fustane, 500.000 lekë për florë dhe qajnë ato për kajnë gjithë do... Ore, tham një batut në skin carry, është dopsimi gjepit, jo pastrimi fytyrës. Nuk ka kontent, mo Gazi, kjo nuk ka kontent, do me po s'kan lekë, Atere përgjigju kësaj pyetje ti. Po dëgjoj ti këtë. Pse? Një nga eventet më të rëndësishme... Me shit port. E vend me shit port. Po është 1.000 vjeçare, ma.
Por për çfarë po thua, komunionin thuati? Prima komunione, më, që bëhet në Itali Po një nuk shkon me Lamborghini, o vlla. Ui, e di si shkojnë apo jo, të shohësh sikur jenë Monaco, që po vinë makinat, sepse ata e mbajnë mend dhe fiksojnë atë gjë. Leni marto, nxirrini lekët që keni nga banka. Çfarë po thua ti, po ylli sa po tha që ishte një ritual ku njerëzit lekët për fëmijët. Po mirë, po pjekuria ku është këtu pjekur? Ai e pjekur, ai matur. Çfarë ti jesh lekët për fëmijët? Që fëmijët të vazhdojnë me idenë që do jenë vetëm përfitues, jeta s'është ashtu. Jeta është ashijosh. Bravo Belioza. Bashkohem me Beliozën. I kanë ngel gozë kësaj që s'ka qenë mbrojë maturë. Unë s'kam qenë me të gjegje. Shumë mirë, selektive ajo. Ashtu dhe. Do të dalim tek një tjetër faktor, sepse po ti pas ke lindur e pjekur, më. Nëse fëmia i Gazit është në klasë me shumë fëmijë të tjerë, tani Gazi është njëri me potencial, qoftë ekonomik, qoftë edhe në drejtime të tjera. Fëmia jotë mund të jetë në klasë. Fëmia jotë mund të jetë në klasë me shumë të tjerë, të cilët absolutisht kërkojnë atë barazinë dhe nuk kanë kapacitetin e duhur. Pra, unë jam shumë dakord që mos të shkoj askush keq, i veshur keq. Po standardi nuk e vet dot njëri, mo standardi e vet nga gjithë dhe s'ke çfarë bën, ose do ndahesh. Shiko, shoqëria e mirë është ajo që nuk synon të bëj kontraste për të ulur njërin dhe për të shoqëria e mirë kujdeset. Kjo është kultura. Po kjo është ajo që duhet të reflektojmë. Ne kemi moda si nuk e kulturë. Pra, ti del nga ky mision. Mendoj që misioni është që mblidhet një shoqëri e përbashkët për të trashëguar. Ky është emision për të mision. Ky është emision për të konstatuar se çfarë po ndodh. Përfitimi i një gjë me që je pastor. Kisha një takim rastësisht për një fëmijë që ishte në gjendje shumë të keqe dhe një miku im nga Franca po i ndihmon me kështu aksesor me gjëra të tjera dhe bëmi kontakt me atë të jamën dhe aty konstatoj që vajza që ishte maturante mbante djalin e madhe dhe hopa e tjera, po të shpjegoj, një vajzë e shkëlqyer e cila kishte maturën dhe po e konkretizoj. Dhe ç'a ndodh? Po diskutonte rreth kësaj e jama, se ajo kishte shumë zor për gocë, shumë e bukur, shumë e fishme e tjerë, dhe kur ajo në konfidencë po e pyes, se unë kam shumë qef t'i pyes këto mosha, më tregonte që e bullizoni në shkollë se nuk ishte pasur, edhe se ishte shumë mirë me mësime, edhe se ishte dhe tani kishte mbrëmjen e maturës, dhe po pa tjetër nuk i përballon dhe dot, dhe i them, mos vrit mendin se ja që bursa s'bëhet, e këshillohet gjende një fustan modest, se ajo është vetë e bukur dhe kështu, dhe gjithë pjesën tjetër e sponsorizova vetë, me kënaqësinë më të madhe, dhe për lukun e për gjitha këto. Ose kishte emrin Hirushja? Ajo është histori e bukur. Një rast të shpëtove ti. Jo, çfarë po thoja? Po thoja këtë. Po thua ta mama të që duhet. Shumica e detyroi dhe këtë vajzë që kjo vetë nuk e donte, kjo donte ako sapone për shembull, donte një fustan thjesht, e detyroi shumica që edhe ajo të përshtatej. Ktu ishte gjithë thelbi i bisedës. Dhe është konkrete tani po them para 2 ditë çka ndodh. Prandaj ajo unë do thoja shoqëria e mirë, shoqëria që ne duam të inkurajojmë, është ajo që kujdeset për ato njerëz që nuk i kanë ato mundësi, që do thotë nuk duhet të jetë theksi me shkëlqyer dhe me kontrast. Sepse cili është e mira e shoqërisë. Si ishte dikur? Njerëzit takoheshin për të ndonjur me njëri tjetrin, apo takoheshin për të parë sa luxury e ka marrë fustanin unë? Njerëzit takoheshin sa bizhu për të ndonjur kryesisht me njëri tjetrin. Unë jam 51 vjeç. Kuptohet vetë, domethënë kur kam qenë 31 thuaj, 31. Po, 31 me letra të them tjerët pastaj gënjen kjo. Por e vetmja një nga arsyet që mua më ka bërë që të mos marr pjesë, nuk kisha dëshirë, 74. Mos marr pjesë te ky eventi i maturës ishte imponimi për t'u ngrefur me ca veshje dhe mundësira që ishin të egzageruara dhe çonin vëmendjen në një gjë që ti s'kishe edhe si e përshkruaje. Për mua. Dhe kjo ishte, unë e kam vdekjet më imponon. Pa më bindur. Dhe nga ana tjetër ishte si përfaqësore. Pjesa e rëndësishme atëherë ishte, konkurenca ishte kush di me kërcy bukur, gjë që themon ty. Kush Po, e bënim në përmbrëmje, s'kishte nevojë për maturën. Jo, më të matura ishte. Edhe sot ka disa momente Gazi që vjen shumë në sy.
ti se se ne atë, kanë ikur me traktor, me gomar, metoda shumë veçanta për t'ikur, për shembull, ka tërhequr vëmendjen. Matura mendoj që luksi është zgjedhja më e thjeshtë. Edhe duke harxuar 1.000 euro, po të bëhen kreativ atëherë. Shiko, po nuk e pranojnë se ti e di, po fol edhe ti kështu, ika nga studio fare. Jo, shumë kose thjesht, mo. Se qa pikpamje shketi, ajo shumë e thjesht. Kjo nuk do, ka thënë që njerëz du të nxjerrë për shumë gjokësën e kjo, dhe kur vjen puna janë se nxjerrë e tjetër, që do për kjo? Ajo, ku të nxjerrë ajo? Mos e intimidota një kuet se nxjerrë është ajo? Nuk më intimidota. Gas nuk e parti kur den. Po, qa vëdhi po, jemi shok në. E di që jeni shok, prandaj kjo më trëmë. Përfitimi i shoqërisë, për shembull, unë po mendoj cili është përfitimi ynë shoqëror. Po, këtë do të them, po, kjo është pyetja themelore. Në një shoqëri sa më të mirë. Përfitimi i shoqërisë është që kjo rini që në momentin e maturës është në kulmin e bukurisë së vetë, më kupton, të evidentohet në një mënyrë që të vlerësohen dhe të lidhen me njëri tjetrin, jo aty për aty, apo me këtë qëllim. Por që pritore gaz të mbaroj. Të reflektohet bukuria e vërtet, se aty s'ka më të bukur se në moshën 18-19. Po, thut ti, ato rrinë 4 orë për syrë dhe nuk pranojnë që jam e bukur, dhe kur është topa yllit. Nuk ka problem. Ajo që po them është, shoqëria ka interesin që të t'ju thot këtyre fëmijëve, tani ju jeni të rritur, tani ju hyni në moshën e përgjegjshmërisë dhe duam t'i inkurajojmë të lidhen në një martesë. Duam fëmijë, duam të lullzoj shoqëria. Orina, si e bëhe me kocën tim, nuk i duam të synojnë pasurinë, luksin. Unë do merja kredi, se si adilja do të ndryshe. Po mos kisha do merja kredi. Kash, po pse të vjet prindi për pa ti presioni. Kjo është arsye për shoqëria ka bërë ato matura në... Pse të vjet prindi për fare. Sot, jam më mirë marrëdhëniet raportet shoqërore mes njerëzve apo më keq? Më keq. Jam ndryshe, unë nuk dua Po ti shoti, ti si e panen. E bu, ta thot kjo. Jo, unë mendoj që... Dha fundin e emisionin, hajde ikim ne tash. Ti pos prishe emisionin e kësa. Sa e madhe. Hajde prishe, do meni maturës. Çdo generat ka çastin e vet. Po nuk u martuam, O Albana, të lutem Ornela. do vim as Bangladeshi. Po jo, ka shumë se ka Pastor, po jemi në maturë. Prindit duhet të rrëfehen ke ty, po si t'ja bëj. Prito, pastor, mos ta shojmë në dikë të tjera. Jo, duam të lidhen sa më shpejt, duam të lidhen sa më natyrshëm, me njohjen e tyre familjare. Të rrëfehen ke ty, bobosja dalim dot, Ato apo t'jani kredi. Qa do bëjmë prindrit? Klasi për prindrit i qikse. Vjen edhe nga pamundësia, që të kuptojmë në diçka tjetër. O gazi, leje njërë pastorin se na të shmënde. Jo, nuk pushon gazi. Qa ka, o gazi. Unë them gazi. Albana është më afër brezit të ri, të lutem. Gazi tia, nuk mendon që kjo vjen edhe pak nga pamundësia, se të gjithë ne në kohë të ndryshme, apo dhe ju që jeni dhe më të rritur, kur vinte një dasmë, përpisheshe që të dukesh sa më mirë që... Po pra borë, sepse ishte një moment. Ora do s'ka nevojë më duk, janë të bukur, të gjithë 18 vjeçarë janë të bukur. Të hysh në borgje, dasma ka referencë një event që ka një lidhje familjare ose miqësore që i ka qëndruar. Po, ata e konsiderojnë kurse matura, kjo është basi bëjnë atë pasarelën aty, i shef gjithë duke i bë gropën njëri tjetër brapa krave. Është histori e gjatë. Ku ishte thënë se duhet paguar këtë event? Do të themi gjon, pas shkuas një orë bërë me maturës, ato të gjithë bëhen pishman. Po legët i kanë argju. Ashtu duhet jetë. Faleminderit që erdhe në të njëjtin mendim. Faleminderit. Unë s'duka prish pastor. Ata janë të bukur vetë, nuk ka nevojë me argju shumë lekë. Pastor, Kjo nuk bita të bukur, hajde thuj ti që Po hajde thuj Kim Kardashian ti që ka bojë gjithë ato gjona. Shoqëria, po nuk e bindet, po të mundohesh ti të mos ta bindësh, është tjetër. Nga gjithë bota Por nëse shoqëria nuk funksionon. Si nuk funksionon? Ata janë 18 vjeç në kulmin e bukurisë. Kur u azuar Shën Valentini, nuk kishte njëri që nuk mbushte rrugët dhe lokalet, ishte e tmerrshme të dilje për darkë. Nëse
plakqo, flarëroje që ishte ajo data. Po ju e dini që duan me të shoqërues VIP-a për shembull? Trendi tjetër është që duan shoqërues VIP-a. Pastor, dëgjoj Nuk duhet inkurajuar. Ka filluar të shkojë Noizi këtu. Po, për shembull, emra të mëdhenj. Nuk duhet inkurajuar. Po, dhe 5.000 euro. Pastor, pa ju sa ndodh ajo gjë. Prindrit e shkret. Ore prindrit e shkret. Pastor, do flisni pak për prindrit, Po lutem. këtë po them unë. Po në ndim prindrit pra, në ndim, çfarë do bëjnë prindrit? Në ndim pikërisht për mos lejuar të këto gjëra. Ornela, një herë është ajo ditër, mos thu të vinë ndim prindërve. Po s'kan ore s'kan. Imagjinoj një familje që merr kredi, po kredia merret për hall, jo për qef. Një herë quhet. Po kredia është për hall, jo për qef. Ai është hall. Vajzës mbrëmja maturës? Atëre po të them një gjë tjetër, që është më e rëndësishme duke nisur në aq ta pastori. Aty kryen dhe ato lidhjet e para. Ky që vjen me Lamborghini të marr borxh ose me kredi, i merr gocën më të bukur një tjetri që i takon se është king. E kupton? Po na prish makina gjenetikën e Po prish meritokracinë, po prish meritokracinë valla. Ose i mençuria. Ose i mençuria. Jam i mençur, por nuk ma avar njeri, e kupton? Mirë që s'kemi meritokracinë në profesione edhe në administratë, edhe në feste mature. Në kushën e romantikës. Kupton tani? Ta themun që është një gjë këtu që duaj në mendimin tuaj. Këtu është një akmarrje, është një akmarrje. Po, është. Ata që nuk mësojnë, akmeren kundër atyre që mësojnë, se thonë, ne do marrim gocat më të bukura se kemi makinat më të bukura. Kjo lidhet direkt me meritokracinë. Dhe pastaj ata që mësojnë, heqin dorën atë mësuarit, Shkojnë në parlament. fillojnë me buqësi, merren me buqësi, me prashitjen e atyre bimëve të gjata, edhe pastaj Ikin anglim vëllezër. Dëgjoj, Prandaj është mirë që jeni të qëllimshëm. Mos e quaj çuditshme se aty nis ajo. gazi. ta e poshtu atë që the ti. Se gjithë ju nise nga premisa, se po flas herë boring kështu, domethënë pa mund fare. Ju nise nga premisa që goca po gabon e zëm se u lidh me këtë me Lamborghini. Do me thënë, qa problemi ka këtu? Ku qëndër problemi? Sepse sot as i vajz ta kesh garant nuk përfundon me atë që lidhet fillim. Ja ta thot kjo. Kjo është fatkeqësi. Fatkeqësi pa fatkeqësi, vajzat nuk përfundojnë. Kështu që nuk qëndron si halla. Albana. Nuk qëndron. Lëre dëgjoj atë. Mos i bëj presion. Mos e shiko kaq dritë shkurtër. Tani duka sepse ti fillon shumë. Jo, mos se the boring fare, se e the të dalë diku, po. Ti kur nis një biznes të ndin me çfarë qëllimi e nis? Për çfarë investohesh? që të bëhet më maturës, ne të bëjmë Jo. Kur nis diçka. Ne pas kemi armikun brenda. Kur nis të pas kemi armikun në emision. Kur nis të rregullosh atë vajzën që do ta rregullosh. E nis që të dalë shëmtuar apo që të dalë bukur. Po atëherë çdo njeri nis diçka me një qëllim të mirë, se çfarë sjell rrugës është histori tjetër. Ja ku ke nusën time. Po unë nusat. Jo, ishte bëri nusë efekt. Edhe një. Jo, ajo që thot gazi nuk funksionon fare, sepse do thotë që njerëzit të kapin momentin, të kapin çfarë të kapin edhe duke ditur që nuk do përfundojnë apo nuk do bërë. Jo, kjo nuk është logjika e dur. Nuk ka lidhje njëra gjë me tjetrën. Kur jemi në klab, ndryshe po flasim. E lakoma në klab ti, ku ke fuqiti ma. Ku ke fuqiti për klab. Ajo që duam është të ndërtojmë një shoqëri sa më të mirë dhe të ruhemi nga ekstremet, të ruhemi nga shkëlqimet e Lamarinave apo Lamborghinit. Dhe prandaj në Ja, pastor, dhe po ta pyesë, si ndihet për shembull djali një njeriu që s'ka mundësi ta marrë Lamborghini? Shkon fare. Po s'duhet marrë askush Lamborghini. Atëherë ky është parimi bazë. Ti që e merr, po prish festën. Aty janë shokët që kanë kaluar sa vite bashk, 12 vite bashk, 8 vite bashk. Ore me qera ishin në njëna zonat e Shqipërisë, nuk po ja them emrin. Ishin 10 po 10 Mercedesa na 300.000 euro se cili njëri pas tjetrit o vlla. Po si mos të më vinte keq, më vinte keq o vlla. Thashu tipi dhe unë njerë se s'ka mirë. Është... Bën sens që në atë mosh, njerëzit të konfirmojnë materialisht. Shumë keq. Bën shumë sens që në atë mosh, ti e ke më të lehtë të konfirmosh. Është e dëmshme. Ndihesh gjoja më mirë, por nuk është kjo oferta e duhur që ti të besosh të një gjë
falso, që s'është e vërtet, dhe që të jetë aq e lehtë sfida jote e radhës. Sepse pastaj do e vijosh këtë lloj trashëgimie. Do duash lidhe me një që të hyp në makinë. Do duash të rish me dikë që të çon pastaj 1 gradë më lart në javë. Ti vet. Vetëm ti ke forcë. Çfarë përmban? Kush po flet? O zoti Marta, ne më vut afër. Që ta kuptoni. Të tre ju jeni sakt 100%, po s'po kuptoni ata. Kjo është problemi. Nuk i kuptoni ata. S'dumër t'i kuptojmë? Së është pa lidhje, ne jemi të rritur për t'i diktuar si cilën më mirë. Shkaku se sot, është dëtu mbi 20 vjetë kjo strategji. Të gjitha ato që kanë pas biznese... Qa do bëjmë tani, liq shteti, do t'a eqim me liq shteti? Po dasma dhe i dje, shqyqyr ka 2-3 vjetë... Po dasma është eveniment i jetës, mo. Po dasma 150.000 euro shoku niste dasma. Po mirë, mo, sa t'kesh mundësin. Po jo... Të dasma sa t'kesh mundësin. Dhe gason me 300 euro dil, por rritani... Po mirë, mo, është rrit tjetër gjë, është rrit nivelli, po kjo është e pa nevojshme, dasma është e nevojshme, vlla. Ajo monitoron sot, ajo e ka foton gjithë jetën. Gazi, nuk po... Atere, unë jam dakord me pastorin që thotë kështu. Po vjet një standart në shoqëri, që dëmton shoqërinë 100%. 100%. Gazi, ne nuk po duhet marri vendim Ministri Arsimit tani, duhet marri, jeni dakord, një thirrje Ministrisë Arsimit, vendim shkollave. Ja ta them unë, ja ma lërë muaj sekond ta them unë. E di qa, Dgjoni këtu. Ke drejt. Mbrëmje. Unë nuk e thash atë. Me shapka me gisht, buk me djath me domate. Ky e banalizon se shumë... Jo, kështu. Buk me djath me domate atje. Dhe kush të këndoj, Gazi, kush të këndoj më bukur? Kush të thot batutën më të bukur? Kush të bëjë shumë për të qeshur? Kush të kërcej më bukur? Qa tha regji? Qa thotë? Po. Nga liqeni, më vla. Piknik nga liqeni. Qa liqeni ata që dilin nga liqeni? Ja ku e ke liqenësit. Gazi, këta janë shumë të thjesht gjenerata e re, duhet thënë, preferojnë më shumë muzikën tekno, edhe... Iku pastori. Jo, i bashkon, jo hard tekno e të tjerë, house tekno... Vietnami tani e kishe zbuluar tekno, po duan në nënë gjithë. I mbledhin pak më shumë edhe bëjmë festa shpesher dhe të liqeni edhe në zona më të hapur, janë pak më të hapur. Dëgjoj, iku ka shpet kjo tema sa që jemi në mesazh. Qarë mesazh, pastor? Shoqëria duhet ketë një qëllim për organizimin. Hapni një kish për prindrit vetëm për këto hallet. Jo, më prindrit janë ata që janë më të mençurit në lidhje me këtë. Ata duhet kenë një plan për ta formatuar këtë ngjarje në një mënyrë që nuk theksohen pabarazit, nuk theksohen ato iluzionet e pasurisë, por theksohet dashamirësia, miqësia, pjekuria, martesa dhe fëmia. Të nësha zemër. Gaz? Kam bërë disa puntata me adolescent. Dhe do thoja vetëm kaq. Aty jam hyrë thellit. Duke i lënë të lirë fare, thonë mendimet e tyre. Një nga themelet që nxjerrë si problem aty është nuk kemi connection me prindrit. Do më thënë, është një gjenerat që nuk e kuptojnë dot, ne nuk e kuptojnë dot. Kështu që po i them pa në i rezervë njerëzve. Shifini ato puntata dhe prindit të reflektojnë, sepse aty flasin shumë lirëshëm. Flasin pa kompleks, pa dorachka, dhe ato kanë nxjerrë probleme shumë nga prindit dhe kishin të drejtë. Kanë shumë gjëra që kanë drejtë. Unë ka ditë them që prindit duke qenë më të formuar, duhet jenë jo aq të bindur se i kanë të drejta çdo gjë që mendojnë. Okej, Albana. Mendoj që mentura është moment për këdo, edhe nëse ja dalin të njohin edhe të shijojnë 100%... Se kundra momentumit që tha Erioni me buk me domate për shembull? Nëse ja dalin të shijojnë 100% veten, në të gjithë formën që ata janë dhe vendosin të jenë, ardhmja e tyre do të jetë shumë herë më sigurt se ata që sforcohen pa motive të nda. Dikush që e gjen të bukurën tek ai që është në moment edhe me mundësitë që ka edhe në formën kreative dhe vendos të gjithë qenien e tij në qëllimin për ta shijuar, jetën do ta ketë të garantuar shumë të mirë. Edhe do bëj zgjedhje më të mira. Brezi rrjedha. O Gazi, mos e ndërprit Beliozën tani se do kërkojmë mbrojtje kështu televizive. Mesazhi është riktheuni, është vijimi i Albanës. Në fakt riktheuni tek potenciali njerëzor, tek emocionet e bukura njerëzore, sepse marketingu është makut. Dhe keni për të zbuluar mrekullinë e jetës. Dorelano.
Kjo ishte reklame pa kërkuar, nuk ma la mua. Nuk ma la mua, e dite që do të thosha unë. E dite që do të thosha unë në fund që zgjidhja e këtij problemi është Dorelani, e tha vet ajo. Pra zgjidhja e problemi vërtet Dorelani. Geniale. Jo, se shkoja, ta them unë. Mos me ta marrë menja bare. Ja të gjoj, se do ta them tani. Nuk ka rëndësi me qa makine shkon në fest. Rëndësi ka në qa dysheku do flesh pas festës. Kjo është me rëndësishme. Kjo është mesazhi. Dorelan, pra. Mirë, kjo ishte bardazia për sonte, falemderit që qëndruat me ne. Po sikur ta them edhe një monolog? Ama, po e njërë. Hajta, po e dëgjëm të gjithë në studia. Po jo, po bëjmë pushim? Jo, e dëgjëm këtu të gjithë. Të lutam. Duhet pushim, se të bëjmë reklam. Por se na e të tani atëre? Po duhet reklam pra. Mirë, reklam. Po ne dorim prap. Këtu.